Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ja kur I takojmë së bashku me ofertën e ditës, tani më këtu në këndin ton të resorteve me 5 yje kryesisht në zonën e Antaljas dhe jo pa shkak sepse mbetet ende kryefjala e verës, destinacioni juaj I preferuar I pushimeve, por gjithashtu edhe vendi I krijimit të kujtimeve, por edhe emocioneve të bukura. Unë kam kënaqësinë që për herë studion ta ndaj me Isun nga Vast Tour, e cila jo vetëm na sjell informacione lidhur me resortet, por gjithashtu edhe për mbarvajtjen e sezonit. Mirë se erdhët në studio. Mirë se ju gjej sërish. Pa diskutim që tani ndoshta mund të themi me plot bindje që jemi në periudhën më të nxehtë, jo vetëm të sezonit apo të temperaturave, por ndoshta edhe të fluksit të gjithë atyre që ende nuk kanë vendosur për pushimet e tyre, apo jo? E vërtet. Jemi zyrtarisht në kulmin e sezonit, po themi, patjetër përpos temperaturave pak të larta po themi, por mos e të përshtatshme për të gjithë ata që kanë zgjedhur dhe vazhdojnë të zgjedhin në periudhën e muajit korrik për të udhëtuar dhe për të zhvilluar pushimet e tyre të sezonit veror. Normalisht dhe kërkesa dhe fluksi I tyre është në rritje të vazhdueshme, disa për data shumë të afërta nisje, dikush pak më larg, por ne jemi në dinamizëm total për të gjitha orët e punës që jemi në desk dhe jo vetëm. Sa kaq që Antalja prej vitesh tani më në top listën e destinacioneve, edhe pse shumë vende të tjera edhe fal kompanive ajrore low cost janë vendosur në dispozicion të gjithë atyre që duan pushime pak më shumë dinamike, por duket sikur një pjesë e mirë e të gjithë atyre që din të shijojnë pushimet një javë në Antalja e kanë si domosdoshmëri, apo ndodh kështu edhe këtë vit? Është e vërtet, dhe ky vit vazhdon sërish të ketë zgjedhjen, po themi, një javë qëndrimi në resortet më në zëna Antalja, por edhe tek ata me një buxhet, po themi, pak më mesatar, sepse normalisht Vast Tour ofron standard hotelesh për çdo buxhet klienti. Normalisht kemi patur kërkesa dhe vazhdojmë të kemi kërkesa edhe për më tepër net qëndrimi në bazë të kombinimit të datave që ne kemi me 9 net, me 13 net, kështu që vazhdon të ketë edhe nga ata besnik po themi dhe fansa dhe dashamirës dhe partizan të shtimit të netëve të qëndrimit në resortet të cilat ata zgjedhin. Kemi më shumë pushues në çift apo më shumë familjarët të cilët e zgjedhin Antaljan si destinacion? Marr parasysh periudhën në të cilën ndodhemi, padyshim që kërkesat e familjeve janë ato më të shpeshta, nuk mungojnë grupet shoqërore së fundmi dhe normalisht edhe çiftet të cilët dhe periudha në të cilën jemi janë kush për qëllim muaj mjalti, kush për të kaluar, po themi, një javë pushime nga të shkëputur totalisht nga rutina e përditshme. Sa kaq disa charter janë nisur deri tani më duke marrë në konsiderat që në fillim apo në mes të muajit maj kemi pasur nisjet e para drejt Antaljas, kështu që cilat kanë qenë disa nga përshtypjet ose komentet që keni marrë më së shumti nga të gjithë ata që I kanë shijuar tani më javën e tyre të pushimeve në Antalja? Deri më tani kemi patur padyshim vlerësimet më pozitive dhe më të larta, nëse ka patur kritika, padyshim janë sistemuar gjatë periudhës së qëndrimit kur klienti ka qenë në hotelin të cilin ata e kanë zgjedhur, pra në resortin të cilin ata e kanë zgjedhur. Kemi marrë feedback shumë të mirë pozitiv për të gjithë hotelet të cilat I kemi shtuar këtë vit në shportën e resorteve të Vast Tour dhe është një tregues absolutisht shumë pozitiv dhe normalisht që na ndihmon edhe ne të përmirësohemi edhe më tepër në atë çka ne synojmë të japim gjithmonë, shërbim, cilësi dhe asnjëherë ulje të standardit në atë çka ofrojmë. Pa diskutim që një panoramë e përgjithshme është gjithmonë e rëndësishme për ata që nuk kanë vendosur ende për pushimet e tyre, sepse jo vetëm marrin në referencë, le të themi, eksperiencat apo përshtypjet e të gjithë atyre që kanë qenë më herët, por le të themi nuk është një shitje mirëfilli, është më shumë një eksperiencë bazuar në emocion. Pushimet në fund të ditës janë emocion dhe janë shumë të rëndësishme për cilin do, duke marrë në konsiderat ndoshta dhe të gjithë ata që kanë mundësi vetëm një javë pushimi për gjatë gjithë vitit të gjatë dhe të lodhshëm në punë. Por çfarë ka më së shumti interes është pa diskutim resorte specifike dhe të dhëna specifike për vende të cilat ju I sugjeroni her pas here për të gjithë ata që janë të interesuar. Kështu që kush janë dy të përzgjedhurit e tu për sot?
Dy resortet e përzgjedhura për sot janë dy resorte shumë të dashur edhe për mua. Do ta nis me Luso Sorgun, është një resort totalisht i ri, i hapur vitin e kaluar. Ne patëm fatin ta vizitonim këtë vit, ta inspektonim. Dhe mund të them që ishte një ndër të preferuarit e mi. Është shumë e vërtet. Luso Sorgun, i vendodhur në Side, pra në një nga zonat shumë historike dhe turistike të Antalyas, përveç resortit vet që të indikonte sa po hyje që nga arredimi atë pushimin luksoz modern, por shumë të rehatshëm në të njëjtën kohë, normalisht ti kuptoje që në këtë resort ti do gjeje atë që kërkon fundja. Cilësinë dhe padyshim argëtim pafund dhe normalisht pushime tepër relaksuese. Luso Sorgun vjen me një sipërfaqe 80.000 metra katror, siç e tham, i vendosur në zonën e Sides, ofron padyshim një pamje të mrekullueshme dhe detin dhe plazhin të cilin e ka privat. Normalisht dhomat super të dizenjuara dhe shumë komforte, i ofrojnë çdo kujt një qëndrim prallor, do e quaja unë padyshim, dhe normalisht është një ndër të përzgjedhurit, edhe duke marrë në konsiderat vlerësimet të klientëve të cilët gja e kanë provuar pushimin në Luso Sorgun. Dhe në fakt ajo çfarë vihej re edhe përgjatë inspektimit që ne patëm tek Luso, ndryshe nga pa diskutim që gjithë Riviera e Antalyas ka resorte me 5 yje, të cilat pa diskutim luksin e kanë në le të themi shërbimet e para që ofrojnë prej vitesh tani më, jo vetëm që konkurrojnë me njëri tjetrin, por edhe me vetveten ndonjëherë. Kështu që çfarë vërtet të binte në sy dhe të linte një shije fantastike tek Luso në raport me resortet të tjera me 5 yje është kuzhina shumë e rafinuar, e cila përfshinte çfarëdo lloj tipologjie shijesh apo menuje që ty mund të shkonte ndërmend, por pa u dukur e tepërt ose velitse. Larmishmëria mbi të gjitha dhe finesa e servirjes së të gjithë pjesës kulinarisë së Luso Sorgun ishte, po themi, një ndër pikat shumë të forta që edhe agjensitë tona partnere të cilat e inspektuan, padyshim e kanë një ndër kriteret që ja ofrojnë dhe ja përshkruajnë klientit përse duhet zgjedhur Luso Sorgun, kështu që po, është aq më tepër për ne që ushqimi është një pjesë e rëndësishme shumë e vërtetë. E pushimeve, sidomos në një resort me 5 yje, por di që edhe resorti tjetër që ke përzgjedhur për sot nuk ngelet më pas. Patjetër, nuk mund të lëm pa përmendur një ndër resortet që vazhdon të jetë më i kërkuari në zonën e Kemerit. Flas për Sherwood Ekskluziv Kemer. Siç e kemi përmendur dhe në takimet e tjera tona, rinovimi që ky resort ka bërë para 2 vitesh i ka dhënë një rifreskim, po themi, të gjithë asaj çfarë ofron. Një pikë tjetër shumë e fortë e Sherwood Ekskluziv Kemerit është padyshim zona e Bregdetit, patjetër që po, për të gjithë klientelën shqiptare është shumë e rëndësishme pasi që i përngjason dhe jugut ton, pastërtia, dhe mbi të gjitha qetësia, sepse është i vendosur në një zonë krejt të gjelbërt dhe normalisht për të gjithë ata që synojnë një pushim, po themi, totalisht relaksues, është një ndër opsionet më të kërkuara dhe më të rezervuara edhe nga klientela. Kryesisht edhe nga klientela familjare, por jo vetëm. Në fakt, këtë do ta theksoj edhe unë, sepse nëse resortet e tjera aty i specifikojnë që në fillim sapo futesh që është ideal për çifte dhe këtu do doje që të kaloje një javë me të dashurin apo të dashurën tënde zemrës apo edhe me një grup shoqëror, tek Sherwood vinte era familje. Pra, duket sikur i bën bashkë jo vetëm çiftet e reja, por edhe ata që janë me fëmijë për shkak të gjithë gjelbërimit dhe hapësirës gjithë. Dhe hapësira e pafundme në të cilën padyshim të gjithë humbasin, por në fund mbeten të kënaqur. Çfarë do të veçoje ti ose çfarë do të theksoje ti për gjithë ata që ndoshta janë në mëdyshe për të rezervuar ndonjërin prej këtyre paketave? Siç jemi tashmë në dieni dhe nga takimi ynë i fundit unë thash që Vastur nuk përfundon ofertat apo po themi çmimet vetëm me periudhën e early booking apo post early booking. Unë kam specifikuar disa herë që vazhdon të jetë me çmime preferenciale në sistem, kështu që për të gjithë ata të cilët i kanë marrë tashmë pushimet, flasim për nisjet e muajit korrik, janë ende në kohë për të përfituar nga çmimet preferenciale në hotele shumë të mira. Faleminderit shumë që ishe me mua sot.
Dhe kështu të gjithëve ju kemi dhënë mundësinë që të mund të rezervoni në ndonjë prej resorteve të cilat mbeten pa diskutim jo vetëm me 5 yje, por një nga vendet më të mira se ku do të mund të pushoni. Qoftë Sherwood ekskluziv Kemer në zonën e Kemerit me një plazh fantastik, por qoftë edhe Luso Sorgun, e cila duket sikur këtë vit do të jetë ai që merr vëmendjen jo vetëm për shkak të shërbimit me 5 yje dhe luksit që ofron, por mbi të gjitha ndjesisë së rehatisë në çdo cep të tij. Të dhënat e paketave janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara.